lëvizja vetëvendosje nuk do të më votoj për presidente. Zhgënjimi nuk është personal, as pak zhgënjimi... Nuk do, pse? Për çfarë arsye nuk do? Po e kam thënë edhe më herët, kryesisht as nuk mund t'i quaj arsyetime ato, që i duhet një president që nuk udhëheq politikën e jashtme, që nuk i ka pëlqyer pse kam kërkuar që FSK-ja të bëj parakalim me datën 17 shkurt, që nuk i ka pëlqyer pse kam propozuar plan 7 pikësh për ushtrinë e Kosovës, që do të përmirësonte mirëqenjen e ushtarakëve tonë, që do të shkonim pra një hap përtej investimit në armë, që ka qenë hap i jashtëzakonshëm, i domosdoshëm dhe që e kemi bërë bashkë, por do të shkonim edhe me hapin tjetër të investimit edhe në ushtarak dhe në mirëqenjen e tyre, në mënyrë që ushtarët tonë mos të detyrohen për shkak të çështjeve të mirëqenjes të largohen. Janë çështje për cilat unë nuk e kam kuptuar fare pse nuk pajtohet, me çfarë faktikisht nuk është pajtuar në udhëheqjen e politikës të jashtme që unë e kam bërë. Vetëm qofse mundem tek çështja e zhgënjimit. Pra, zhgënjimi nuk ka qenë fare personal, sepse unë ndihem e përmbushur me punën që e kemi bërë si institucion i presidencës bashkë me ekipin tim për ato 5 vite. Megjithatë, zhgënjimi ka qenë që po humbet një momentum i rëndësishëm për Republikën e Kosovës, momentum me SBA-t që na u krijuat tani për herë të parë pas vitit 2008, ku do të mund të arrinim shumë çka në planin politik, diplomatik, të mbrojtjes dhe atë ekonomik. Kemi diskutuar me liderët e Shteteve të Bashkuara antarësimin e shpejt Kosovës në NATO, përmbylljen e shpejt të procesit të njohjeve, hapjen e kapitujve ekonomik dhe të investimeve që nuk i kemi pasur më herët. Dhe zhgënjimi ka qenë pse po ndërpriten këto mundësit jashtëzakonshme që ja krijuam Republikës së Kosovës, jo vjosës, sepse këto çështje s'kan të bëjnë me mua, kanë të bëjnë me Kosovën, dhe kjo ndërprerje e bashkëpunimit, e cila u krijua vetëm dhe vetëm nga ana e tyre, asnjëherë e kërkuar apo e dëshiruar nga ana ime, e qet Republikën e Kosovës dhe qytetarët e saj